إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi dhe lavdi qoftë Allahut Azza wa Jall. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, thot Allahu xhelle wa ala në Kur'an: Inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Fe e pranuar tek Allahu është Islami. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: La taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zaman. Thot nuk në ndodh kiameti para se mu afru koha. Fatakunu as-sanatu kash-shahr. Thot bëhet viti sa një muaj. Dhe bëhet muaji sa një javë, dhe bëhet java sa një ditë, dhe bëhet dita sa një orë, dhe bëhet ora sa një e dhezë zjarit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk flet përveç se me shpallje, po tregon se si do afrohet koha. Pra se si bereqeti kohës do humbë, se si do kalojnë vitet shpejt, si që janë duke kaluar, dhe se si këto vite marrin me vete atë që ne e veprojmë dhe në ditën e gjykimit do dëshmojnë për neve ose kundër neve. Prandaj nga kjo, vëllezër të nderuar, nga kjo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu në veçanti muslimani do të jetë shumë vigjilent për derisa e ka shpirtin e trup. Nga se të mediton se si duhet ta shfrytëzoj kohën e tij. Dhe ka po e qen jetën e tij. Dhe se si po harxhon ymrin e tij. Nga se shpejt do vjen një ditë kur ai do ja jap lamtumirën jetës së saj bote, do përshëndetet me ata që i ka dosh këtë dynja dhe do kalon tek Allahu subhanahu wa taala. Kur e kemi përpara këtë hadith të pejgamberit alayhis salam, pra aja që duhet të prekupohemi me të është se si duhet ta shfrytëzojmë kohën. Mirë, po në vend të kësaj që duhet ne të prekupohemi me të, shohim njerëz në veçanti këto ditë se si prekupohen me disa gjëra tjera. Pra, gëzohen me ardhjen e fundit të vitit, i thirrin njerëzit në festimet e ndryshme, në zbukurime të shtëpijave të tyre, në zbukurimeve të rrugëve të tyre, të qyteteve, kështu me radhë, dhe në fare nuk kujdesën për atë se ky vit i cili kaloi, a thue unë me Allahun si kam qenë me të. A ka qenë vit për t'u lavdruar, apo ka qenë vit në të cilin unë e kam dështuar. Nga kjo, vëllezër të nderuar, është obligim për dietarë dhe hoxhallarë dhe nxënësat e dijes së fesë që disa pika t'u sqarojnë xhamatit.
E para për tyre, Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit vetëm një fe nga qielli. Dhe çdo fe tjetër jashtë kësaj feje është fe që mbrapa saj qëndron njeriu. Ndërsa e fejnë që Allahu xhelalu ala ka zbrit është Islami. Siç thot Allahu në Kur'an, inna ad-dina 'inda Allahi l-Islam. Fe e pranuar tek Allahu është Islami. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala duke treguar se e ka kompletuar këtë fe, el-yawma akmaltu lakum dinakum, sot kompletova fen tuaj, wa atmamtu alaykum ni'mati, plotësova ndaj jush dhuntin time, wa raditu lakum al-islam ad-dina, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe për ju. Pra Allahu xhelalu ala këtë fe pe quan dhuntit e tij. Dhe këtë dhunti që s'ka dhunti me të madhe në dynja, Allahu të kanë dëru ty. Edhe ta ka dhon ty. Dhe po thëtë Allahu xhelalu ala, wa raditu lakum al-islam ad-dina. Dhe jam i kënaqur që kjo fe, pra Islami, të jetë fe për juve. Pra Allahu xhelalu ala është i kënaqur me këtë fe, është i kënaqur me këtë din. Dhe gjithashtu Allahu xhelalu ala thot: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala min." Dhe kush do që kërkon fe, ligj, sistem jashtë Islamit, ati kurse si nuk I pranohet. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dhe ai në botën tjetër do jetë prej të shkatruarve. E kanë komentuar dietarët e Kuranit që e kanë studiu, prej tyre Imam Taberiu, se në botën tjetër do jetë prej të shkatruarve, ka thonë do jetë jashtë rahmetit Allahut. Megjithse rahmeti Allahut wasiat kulle shay, ka përfshi çdo gjë, ama ai I cili nuk ka qenë pjesëtar I kësaj feje, atëherë do jetë jashtë rahmetit Allahut, Allahu na ruajt. Kjo e para. E dyta, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar në shumë hadithet e tij se disa njerëz nga ummeti I tij do I pasojnë ata popujt e mëhershëm dhe popujt e ndryshëm prej pabesimtarëve të ndryshëm. Transmeton Ebu Said el-Khudri radhiyallahu anhu, shok I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili thot: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam", thot ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Thot ka thon pejgamberi alayhi salam: "Do I pasoni, do I ndisni hapat e atyre që kanë qenë para jush. Shibran bi shibrin." Thot pëllëm pas pëllëmbe, wa dhira'an bi dhira', dhe hap pas hapi, krah pas krahu. Pra, pejgamberi son po tregon se sa të përpik do jenë disa nga ummeti tim pasimin e idhujtarve, pasimin e pabesimtarve. Sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Hatta law salaku juhra dabbin." Sa që edhe nëse ata pasojnë edhe futen në vrimin e hardhucës, le selektumuhu, thët do I pasoni. Sahabët e pyetën, u habitën, kush janë ata? Pra kënd do pasojnë, el jehudu e nësara, tha do I pasoni krishterë dhe qifutet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Femen", tha po këtë tjetër pos tyre. Pra shikane se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëruar këto, dhe shohim se si disa nga ata që vinë xhami, nga ata që thonë shahadet, nga ata që falin namaz, I pasojnë ata që Allahu xhelalu ala ka ndaluar mu pasue. Dhe gjithashtu transmetohet një hadith se Amri radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Do I pasani popujt e kalum." Thot do I pasani në të ëmbëlën e tyre dhe në të idhësinë e tyre. Pra kjo hadith jam me kuptu se
do i pasani ne ato gëzimet e tyre, qysh i bojnë ata dhe ju do i pasani zhveshur ata, zhveshur ju, në raki ata, në raki ju, në harame ata, në harame ju, pra në gëzime do i bashkanëgjit një atyre, po dhe në hidhrimet që i bojnë ata, edhe kur të vdesin ata, ashtu qysh varrosin ata, do varrosin edhe ju, dhe ashtu qysh i kalojnë ata, piklimet dhe mërzijat e tyre, do i pasani edhe ju. Dhe gjithashtu ka thonë Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, duke tregue se si muslimanët do i pasojnë pa besimtarët, sa që thët, walau anna ahaduhum jama'a imratahu fi at-tariq la fa'altumuhu, sa të nëse ndonjëri prej tyre do kryente imoralitet, Allahu ju nderoft në rrugë, thët edhe ju thët do ju bashkangjitni. Wallahi këtë shohëm sot në shekullin 21 për muslimanëve. Allahu na fal dhe na udhëzoj vëllezër të nderuar. Dhe gjithashtu Omeri radiallahu anhu ka thonë, kini kujdes, mos u bani pjesëmarrës dhe mos i shoqërani, mos ju bashkangjitni pa besimtarëve në festat e tyre, nga se zemrimi dhe hidhrimi Allahu zbret mbi ta ditë. Shikani vëllezër të nderuar se sa të mërshme është. Pra me zbrit zemrimi dhe hidhrimi Allahu subhanahu wa ta'ala mbi neve. Kua namazi që e falë të ditë, kua gjumaja që i ndëgjën këshillat e hoxhës, kua Ramazani që ke agjerue, gjitha këto vëllezër të nderuar, ti je mundu dhe përpjek, dhe Allahu na rujt në fund me zbrit zemrimi dhe hidhrimi Allahut mbi tyje. Allahu xhela wala thot në Kur'an, walladhina la yashhaduna az-zur, dhe ata që nuk e prezentojnë të kotën, gënjeshtrën, e kanë komentuar shokët e pejgamberit alayhis salam, ata të cilët Allahu ka thonë për ta radiallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me ata dhe ata ishin të kënaqur me Allahun, se prezentimi është për qëllim festimi festave të huaja, për të cilat ma anzel Allahu biha min sultan. Allahu nuk ka zbrit kur far fakti, kur far provë dhe kur far argumenti për tu. Dhe tjetra gjithashtu vëllezër të nderuar, që është obligim për hoxhallarë dhe dietarë dhe nxënësit e dijes me sqaru muslimanëve, është se muslimanët me festat e tyre që Allahu ja ka vendosur dhe ligjësu, me ato festa afrohen tek Allahu dhe adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Sikur është festa javore, dita e xumon, ne me këtë xumon që e falim sot, edhe që bashkohen muslimanët me ndëgjue hutben, afrohen tek Allahu subhanahu wa taala me të. Dhe pasaj është festa Fitr Bajramit dhe festa Kurban Bajramit. Pra me këto festa ne afrohemi tek Allahu xhelalu ala, edhe pse gëzohemi në to, edhe pse janë festat e hazët e pis, pra ne nëpërmjet tyre festave afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala. Që hap me kuptu se me të kundërtën e këtyre largohesh prej Allahu xhelalu ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkoi në Medinë, i gjeti banorët e Medinës duke i festuar dy festa. Pra festat të cilat nuk kishte zbrit Allahu kur far fakti për tu. Megjithëse ata e mbështetëshin këtë fest, se Allah ka shpëtuar Musën filan ditën, ose e mbështetëshin tek umetet e mëhershëm. Mirë po subhanallahu, vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u pranoi. Dhe vetë fakti që nuk u pranoi, ja me kuptuar se Allahu subhanahu wa taala nuk i don. Prandaj si të festojmë ato festa kur Allahu subhanahu wa taala nuk ka zbrit kur far argumenti për tuhe. Fatkeqësisht ne po shohim se si në periudhë kohore ka qenë vetëm urimi i vitit të ri. Pa ushton në njëjs, mirë po tash e ndëgjoni fjalën duke thonë urime festat e fundvitit. Çka po hin këto vëllezër të nderuar? Po hin edhe festat e krishterëve dhe festat e ortodoksëve. Amo në fakt çfarë kanë festuar ata? Ndëgjoni se çfarë Allahu subhanahu wa taala na rrëfen. Allahu subhanahu wa taala na rrëfen në Kur'an. Sa ata i kanë gjallë festat e tyre atë ditë kur ja kanë vesh Allahu azza wa jall djalin dhe vladin. A thuti o musliman, mos pakti 3 ditje kul hu Allahu ahad. Thuaj Allah është një. Allahu samed. Allah është ai që çdo krijes ka nevojë për ta. Lem yelid wa lam yulad. Nuk ka lind kë, pra s'ka djalë,
s'ka e vlad, walem yulad, dhe as nuk është i lindur prej dikujt që të ketë babë babgjysh, nga se është Allah dhe është krijues, walem yakul lahu kufuwan ahad, dhe me atë s'është askush i barabartë me Allahun xhelalu ala. Ndërsa ata që ne po themi urime festat e juaja, ata kanë thonë për Zotin ton ka gru, edhe kanë thonë për Zotin ton ka djalë dhe ka vlad. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, kanë thonë i gjithëmëshirshmi Allahu ka djalë. Laqad ji'tum shay'an idda, thot Allah keni thonë fjalë të rëndë shumë. Takadu as-samawati yatafattarna minhu, gati sa s'kan pëlsi qjetë asoj fjale, kanë gjelozu qjetë nga ajo që njohin krijuesin Allahun xhelalu ala. Gati sa s'kan pëlsi qjetë, si kur mos t'i kish nalë Allahu xhelalu ala. Wa tanshaqqa al-ardu, dhe gati sa nuk është qatë toka për midis. Wa tahirru al-jibalu hadda, dhe gati sa nuk janë qaj bjesht. Pra asoj fjale kur kanë thonë se Allahu ka djalë dhe ka vlad. Ne shumë në fenë e tyre se si priftrinjet nuk martohen, edhe se si murgeshat e tyre nuk martohen, edhe nëse i pyet ata se pse nuk martoheni, thonë se martesa është e dytë, martesa thonë është diçka e papastër, domethënë është e papastër në hakun e tyre, ndërsa në hakun e Zotit nuk ju ka ardhur turp. Prandaj ja kanë shpif Allahut xhelalu ala martesën, ja kanë shpif Allahut se ka gru, dhe ja kanë shpif Allahut azza wa jall që ka djalë, pra për Isën alayhis salam, ndërsa Isa alayhis salam është i pastër për kësaj, por edhe Maryemi alayhis salam është e pastër, nga se është rrit në xhamin dorën e pejgamberit Zakaria alayhis salam. Dhe atë ditë kur Allah ka kriju me fjalën behu është ba, nga se Allah ka fuqi për gjithçka. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mjafton të Allahu për diçka me thot behu dhe bëhet. Dhe Allah ka kriju Isën alayhis salam me fjalën behu. Dhe atë ditë kur Allah e ka sonë këtë dynja, dhe kur Maryemi alayhis salam ka shkuar tek populli i saj, atëherë kanë akuzuar moralin e saj. Dhe fjalët e parë që Allahu azza wa jall ja ka mundsu me fol Isës alayhis salam kanë qenë këto fjalë, si që ka regjistruar Allahu në Kur'an. Qale inni abdullah, tha unë jam robi Allahut, atani el-kitab, Allahu do ma jap librin Injilin, wa ja'alani nabiyya, dhe më ka bo pejgamber, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dhe më ka bo të bereqet shumë kutë që t'jam, ka do që hi dhe dal, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, dhe më ka përësit me namaz dhe zeqat sa t'jem gjallë. Pra fjalët e para që ka foli Isa alayhis salam ka qenë hakun e Allahut, unë jam robi Allahut. Pra me të regu që kini kujdes, mos gaboni me thonë djali i Zotit, mos gaboni me thonë biri Allahut, Allahu na ruaj. Pra krishterët kanë deviju dhe e kanë ngrit në pozitën e Zotit, dhe e keqja atyre ka shkuar gjithashtu deri atje, sa që kanë thonë që djali i Zotit është fliju edhe për mëkatet e njerëzimit. Pra as pa mënyrë tjetër më fal mëkatet e njerëzimit, përveç se mu fliju me i dashuri i Allahut, Isa alayhis salam. Pra shikoni se në çfarë kontradita dhe kundërthënie kanë rreth krishterët. Ndërsa që fotet që ne po i pasojnë hap pas hapë, edhe pëllëm pas pëllëmve, ata kanë thonë gjithashtu për Isën alayhis salam, se ai është fëmijë kopil, pra është dobiç, nuk i dihet baba dhe nona. Pra kanë deviju të dy afet në hakun e Isës alayhis salam. Ndërsa Allahu xhelalu ala i ka udhëzuar muslimanët, dhe muslimanët thonë Isa alayhis salam është robi Allahut dhe i dërguar i tij. Prandaj vëllezër të nderuar, keni gjithë parasysh ata që o përmend nga jetët e Kur'anit se si kanë xhelozuar qiejt, si ka xhelozuar toka dhe se si kanë xhelozuar dhe kodrat nga ajo kur Allahu xhelalu ala ja kanë veshë vladin. Pra nga ajo se si Allahu subhanahu wa taala i kanë thonë ka grua dhe ka djalë, ndërsa fatkeqësisht të jetë muslimoni ai i cili thot uri me Krishtlindjet ose uri me fesa juaj, çfarë je duke uruar,
je duke uruar Allahu na rujt lindjen e djalit të Zotit sipas tyre. Ku kam rri imani jon, ku kam rri shahadeti yt, ku kam rri namazi yt, edhe ku është ajo që i thu vetit musliman, Allahu na uzof mua dhe juve. E lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahut na shton dijen rreth fesë, dhe të na shton imanin në zemrat tona, dhe të na mundson Allahu azza wa jall me jetu me islam, dhe me vdek me islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të nderuar, është obligim për secilin besimtar dhe besimtare që të kujdeset për veten e tij, për fenë e tij dhe familjen e tij dhe vladët e tij. Dhe këto ditë të cilat kalojnë dhe ky ndrim i motëve që vjen të jetë normal për besimtarin sikurse ditë të tjera, sikurse natë të tjera. Mos të bëhemi sikur paganët të cilët kanë thonë se nëse e feston natën e vitit të ri dhe e kalon atë natë mirë, atëherë gjithë viti ka me të shkuar mirë. Ose sikurse krishterët të cilët kanë thonë, nëse e fut bredhin në natën e vitit të ri në shtëpi, atëherë i gjithë viti ka me të ecë bereqetshëm dhe ka me të ecë mirësi në hajër. Te Allahu xhelalu ala, besimtari e lidh zemrën e tij. Besimtari nuk e lidh zemrën e tij me ndrimin e motmoteve. E as nuk e lidh zemrën e tij me pisha, e me patkaj, e me hudra, e me gjëra të ndryshme të cilat i vjerrin njerëzit, edhe menojnë se ato i sillin bereqet në jetën e kësaj bote. Mirë po, besimtari e lidh zemrën e tij me Krijuesin. Ai e din se atë që Allahu ja ka caktuar, domosdoshmë për të mirën e tina. Dhe gjithherë ai kur hyn me Allahun dikun, dhe kur del me Allahun xhelalu ala. Dhe ai e ka zemrën dhe imanin e tij në Allahun subhanahu wa taala. Nëse ka ndodhur diçka mirë, e din që është prej Allahut dhe falënderon. Dhe nëse i ndodh diçka e keqe, e din që Allah e ka sprovuar dhe apo bën sabër, durim, apo tregohet i durueshëm apo s'po tregohet i durueshëm. Prandaj vëllezër të nderuar, gjithashtu pejgamberi alayhis salam na ka porositur me një hadith, e në veçantë krye familjarët, ka thonë pejgamberi alayhis salam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, secili prej jush jeni përgjegjës dhe keni me dhënë përgjegjësi për ato që keni pronësie. Prandaj t'i ruajmë familjet tona, t'i ruajmë vlladet e tonë dhe këto në t'i kalojna duke përmend Allahun subhanahu wa taala dhe duke falendëruar njëjtën kohë në atë që na ka udhëzuar dhe nuk na ka bëu prej atyre të cilët i bojnë shirk dhe kufër Allahut subhanahu wa taala. Elusa Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allahut na ruan nga kufri dhe shirku. Elusa Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allahut na ruan nga gjunohet e mëdha dhe të vogla. Elusum Allahun azza wa jall që familjen time dhe tuaja dhe vlladet e mi dhe vlladet e ju, Allahu subhanahu wa taala t'i ruan këtë dynja dhe t'i forcon në fenë e tij. Dhe të na mundson Allahu subhanahu wa taala që me i pasu pejgambert e Allahut, e në veçanti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun që Allahu t'ju ndihmon muslimanëve kudo që janë. Dhe elus Allahun azza wa jall që Allahu na bashkon në xhenetet e tij. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.